Aksi nacional Klos-Qavbuall është pjesë ende e rrugës nacionale Skuraj-Peshkopi, por përdoret edhe nga banorët e dy fshatrave të bashkisë së Klosit, Kloskatund dhe Shëngjon. Janë drejtuesit e amjeteve të këtyre dy fshatrave që ankohen për gjendjen e degraduar të segmentit në fshatin Kloskatund. Ata thonë se deformimet që ka pësuar rruga në këtë segment janë bërë të rrezikshme pasi po dëmtojnë automjetet e tyre sa herë kalojnë në të. Për drejtuesit e mjeteve, mbushja e gropave nuk është zgjidhje pasi edhe ndërhyrjet e mëparshme në këtë mënyrë nuk kanë rezultuar efektive. Ata kërkojnë që rruga të rehabilitohet e gjitha bashkë me nënshtresat pasi në të kundërt do të vijojë të dëmtohet derisa të kthehet në e pakalueshme. Gjendja skandale, shefes jo, nik dihet që kujt janë kushto, ne kemi skandal rrugën. Kjo ure fshatit deri kësaj saton skandal. Ktu nuk vetë dorë kush nda fare. Kjo bën 5 vet, se s'vet dorë në. Ka 5 vet. Kanë bënë një herë de reduksione nda, ata kanë dalë për një herë, i kanë bën me si dobët. Gropat me him tomo, ta kënë gjithë makinat, ta kënë këta bëjë, aty është voglat. Taksat 1.1, me dalë për më spaguit taksat, e ha gjomës e s'mo. Shkam për ti po pëndorët saj, kësaj s'ka që i bëjmë pëndorët. Dërë i veç me asfalt, di nxerin gropat, nivellet mushën të amonë për i fillimi. Ta kanë fut sa asfalt si për balde, sa në kanë ejtë. Legët i kanë morë, natë me mirë. Gjendja rrugës e shërë vetë, zirë. Po të gjose po s'vet dërë më dardi. Taksa? S'vet dërë kush më dardi. Orë në ferët e kanë prerë, kështë e ferët e. Zeri, skandal. Ishtu për herë. Aksi rrugor Klos-Qavbuall veç lidhjes që bën me fshatrat Shëngjon e Kloskatund është një arterie e rëndësishme për të mbajtur hapur qarkullimin automjeteve nëse do të ketë probleme rruga Arbit.